Opozita do të zhvilloj protest kombëtare kundër qeverisë në datën 24 janar. Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që të shtunën e 24 janarit të nisin protestat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Duhet jemi shumë të ndershëm të kthjellët. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është kalimi në protestë të vazhdueshme. Sipas Berishës, në kushtet kur parlamenti as nuk mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku nuk ka rrugë tjetër për opozitën përveç sheshit. Vetëm një autokrat, një diktator autokrat mund të imagjinoj, mund të lejoj vetes veprimet që i lejoj Edi Rama në rastin Balluku, që është faktikisht rasti Rama. Në historinë e këtij shteti, 35 vitet e fundit, nuk ekziston asnjë rast i vetëm që të jenë refuzuar kërkesat e prokurorisë për heqjen e imunitetit. Berisha bëri përgjigjes kryeministrin Rama e qeverinë për situatën e krijuar me përmbytjet në disa zona të vendit. Cinizmi ekstrem mbledh komitetin e emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Dhe deklaron se kjo na përçan. Kjo kërkesë e opozitës na përçan. Po si të përçan? Ti je i detyruar të kesh një ligj për njeriu që vepron me ligj, për njeriu që thot unë do zbatoj ligjin, je i detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës dhe mbi këtë shpallje ti pastaj je detyruar, ky ligj të detyron, kjo shpallje detyron të zbatosh ligjin e emergjencave, të marrësh fondin e emergjencave, të krijosh fond emergjencash dhe t'i adresosh drejt qytetarëve. Partia Demokratike prej kohësh ka vendosur që protestat do të jenë shtylla kryesore e aksionit opozitar deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që çon vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme.